Madje përkundër Unë fjalën e dhon kur e jep fjalën duhet me majt e para punës si herë. Ajo është kur unë po flas për një gjë tjetër. Unë po flas kur se je ku di unë ça. Unë po flas që kjo Nuk më jep më, nuk them unë e nxora unë Big Bang. Unë po flas që kjo kundërshtar janë shumë të mberkuar emocionalisht dhe dalin në një po mos harroni që kjo doli e nxorra unë Albën, a kupton? Po, kështu të fol, e nxorri ajo, Alba. Jo, Alba ka e bona me dal. Alba. Po kështu ka thonë mua. S'ka marrë. Po kështu ka thonë mua. O, Andrea, më ka thonë mua, unë nuk... A pe që i bona, o djetha. Alba, po, mund t'i themi nenës, situata që krijoj me një farë dore të madhe, kishte nena. Kjo i tha e Po prapë, nuk ishte rastësishme që ja nxorri filmimin aty në Prime që u hap filmimi i gjithë skemës. Rregullo mikrofonin. Filmimi i gjithë skemës u hap me muhabetin që i boni Big Mama sajt. A e pat filmimin? Muhabeti që i boni Big Mama sajt ishte gjuju pak limit. Po. Edhe ja thash dje, pse si gjujt e ti, apo qa? S'kene vetë besim, gjuju vetë. Qa është puna këtu? Një te e marrën si shkak. A gjëtë ti Andrej, se ti... Sa ajo limit ju vu mrapa që kur limit u zot 2 herë preferumi publiku. E ka fut mama ka fut nenen. Gjuje pak lim. Po, sepse doli filmimin Prime. A për kësaj marrë kreditin. Se unë e bona atë me hikësha dhe e bani buglojnë. Nena ka thënë ka marrë me... Ajo se ka pas sa ta fare për t'u afurar. Jeni të arru diçka e pikë. Ajo se ka pas fare. Në rol kryesore e lun Ester në këtë mes. Okej? Vendimi i Albës ka para Prime. Ne s'po themi kush është rregulloren. Ne s'po themi kush është lojtari i fortë, kush nuk është lojtari i fortë. Lëvizja e Esterit me ose pa dashje. Është kyç në Po ti thash ka shive zgjati mo. Ja. Ne s'po themi kush është lojtari i fortë. Jo shko shif, po hynje ka thyrë rregulloren më të madhe pra që ka hyrë. Pra ajo penalizoi. Pra, ajo që ta Esteri me dashje, pa dashje. Nuk e merr meritin. Unë besoj që ka Nuk e merr meritin asnjë, ja kupton. Se për shembull në Prime fare se do rangotoha. I gjeta zhvesh. Por ishte pasojë i himit, se shkaku ishte nëna. E nënën e futi kjo. Por në këtë rast Esteri çana tha Alba tha. Shife se nuk është. Jo, nuk e tha shife. Kështu më nëna ti tha kështu. Se normale ka shoqë, pa dashje po them. Por i doli më shtek. Dhe gabimi i Albës që erdhi një zarf për veprimin e saj që ishte penalizim, ishte përjashtim nga loja, ka thënë një rregull, ju bë shkak i një gjëje të pafajshme që ja tha Esteri. A kupton? Tani atë ditën mëngjes. Në Prime nuk e di si do reagonte Alba. Atë ditën mëngjes, se ju harroni një gjë. Mëngjes herët. Unë kom shku me mor mikrofonat se isha zy i pari. Dhe Esteri ka qenë krye fermera. Shkova 2 afër me pa, e thash Esterit, e thira, u zgju, e thash shko qoj, e thash aty se mos më lejohet më fut të fakiri me ndru mikrofonat, që ta dini këtë lloj gjëje. Edhe Esteri shkoj, edhe pa atë që pashë dhonë. Kështu që Esteri i takote me bo atë lloj roli. Se Esteri zgjodhi ka bërë pa dashje që shërbej. Jo, Esteri e boni tamam si shoqja atë. Pa dashje. E pra, pa qëllim të keq, por nuk më takote me bo atë lloj gjëje. Po takote se ke ndaluar nga Agajës, unë futesh te nishi me ndru baterit. Po jo më jo, edhe mund të zgjoja. A kupto? Edhe mund të zgjoja me i thirr që hajde nisë me ndru mikrofonin. Jo, i ka dhënë detyrë kur i jep ai shkon ndro baterin pa i Ku shkoi cigare. Kam pasur. Okej. Kështu që ta dini këtë lloj pjese. Po kom shku, kom zgjuar Esterin, kom thirrë Esterin, disoj siç mund të thirrja fakirët, edhe kom thonë, shko ti. Nëse ti pasa, ti ke diçka që ke tendencë mi marr meritat, si i pata, si Se kom asnjë lloj merite unë këtu, unë se kam meritën fare. Jo, ke tendencë, kam vënë meritën tu do ta mori Esteri edhe. Jo, Esteri nuk ka, Esteri se Esteri është tregu shoqë shumë e mirë. Unë e di shumë mirë se ne kam folë këtë kohë pak më shumë me Esteri. Di shumë mirë se si është historia e gjithë saj situate. Ama, pa dashje, le të themi Dori një ndër lojtarë e fortë, ishte e fortë. Për lojën, kishte gjithë bëj lojë që është shumë e fortë. Ne s'na pëlqen ta thos thënë për nesh, por ishte loja e saj. Pra qëllimi i Jagarit gjithmonë na kanë nxjerr nga vetja gjithë. Megjithatë, ky është rasti konkret që unë s'kom qef me mor meritat që s'm takojnë. Kështu që
Jo, Ta kuptoni këtë gjë. Jo, Ky është fiks rasti konkret. Ko marr tu pastaj o mul me Frederikun, kom pi kafen, apo jo maestro. A të thash në një gjë qa u bo, qa su bo, qa pash, qa nuk pash, farë. S'ke nevoj me falë, kur shef në një aton, Kaq. rande ka i tje problem. Koncentrimin me pa, me po, unë kam sytë në bavë, Kaq. dhe shpejt. Ama pas ty nuk mendoj që të banë... Të rje letër, nuk e takor për këtë pikën. Ama as ty nuk besoj që të banë letore fort, në rasë unë jam një debat në Frederikun, futështi. Edhe më në është në Në rastin e Dodi tjepë. Unë zgjedh vetë kur futem, kur nuk futem. Ata po them, pra, kur nuk banë letore fort, këtë du më thonë. Menimi jo. Duhet me qel vet. Jo me nxeje si. No e mbaroj me mu, e kapi me ata, ti hyret e ai. Qa mendoj unë që mu më banë letore të fort? Mendoj, se nuk e di janë letore të fort apo jo. Sepse unë e hapi një situatë, qa ka me rikun e hapi vetë, edhe gjithë unë e përfundoj vetë. Pra nuk pres që situatën me rikun me më hapa Andrea, ose më hapi basa, aty pasaj me shfrytzuar gjanat e mija. Më kishë edhe gjana, pra të pojnë, nuk i në Marova më betit tim. Jo, e mylla e tha gjanat në hava. Unë kom gjonat e mija këtu më shumë se sa shumë veta kanë gjonat në sinën tjetërit. Unë kam gjonat e mija këtu me shumë veta, më shumë se që kanë tjerët me njëni tjetërin. Se... Të ta kuptoj se s'po kuptoj. Për mu... Do ta kuptoni. S'më thash për Rikun reflekt. Edhe për Rikun. Unë nuk justifikoj... Pra më thë dhe unë nuk justifikoj asnjë nga... Unë kam gjonat e mija me më shumë këtu, se që keni ju të gjithë me njëni tjetërin. Duke marrë parasysh gjithë rrjedhat e ngjarjeve si shkunë si nuk shkunë, ju dash zgjidhni me u qetësua, dash zgjidhni me bo aleanca të reja, unë vetëm kom qenë, vetëm jam, mu as më prish punë, kush bashkohet dhe kush ndahet. Një javë rresh nuk diti me shku një herë ata krevatit. Prap kontradiktiv, pastaj. Nuk jam fare kontradiktor, unë i njëjti si në fillim, nuk ndroj as krevat, as i gjë. E kom pikstra, me kë kom qenë grupu? Grupe rondë, pranove vetë, me rondë me Elinorën. Une? Kom thonë grupe? Po, Federik më kujtë vetë. Po, se i dhe dorë, Kemi thonë grup? Jo, jemi ne kena thonë jemi individual. Jemi grupi... Na bashkojnë të njëjtat mendime, na bashkojnë që na bashkojnë njëjtë mendime, po. Po pra, jo kështu brutal si që them unë grup. Ti e the pak ana si se je interpreto si të dush. Ti interpreto si të dush. Unë i mas fjallë të mija kur i them... Unë i mas fjallë të mija kur i them... Unë me Frederikun ko mua betet... Unë me Frederikun ko mua betet e mija sa erës nga ka përqyne i gjotë e njëri tjetëri ja kena thonë. Nise një muhabet të bëjmë Big Basta, se zbëhet ta jepi atë luks të fakiri, se sa më shumë bënd të fakiri, më shumë rri. Ajë fiti po... E zjedh vetëm. Do ta dish këtë gjë. E so në kisha me ta thonë këtë prekja fizike, qa më nga trove dje? Qashma? Qa ja bërë që ja bëjë kështu, prekja fizike, qa the? Ti vazhdo me tatën, shke, se vërtmen. Ti vazhdo me tatën. Unë dridhe me ty, Andrea. Qa kishe për preke fizike dje? Pse kam thënë unë që s'du të kem preke fizike? Ti vazhdo me tatën, edhe prapë se ke majtë atë që ke thonë. Ama i ma ha kokë. Që tapetet nga ura. Edhe unë ja thash, Do t'i ishim tapetet nga ura. Po më lali. Ta kisha ty regullë si gjithë gjërë, atë Riku po e di që do ma meshe për tërës, po të thësha se bërë. Pa tjetër, hajde. Marrë mu për tërë, se unë ka pasu, do në thonë ty, ti se bërë nuk ka problem. Jo mu ma ha kokën Frederiku, jo mu ma ha kokën Gutierre, arro janë të vjetra këto. Edhe kërë fermet. Andrea janë të vjetra këto, Andrea. More zjarë, do e të rrimë më shumë të fakiri, po steci. Unë zjarë marë gjithë, unë jam zjarë, o Andrea. Ti ke qef me në zjarën. S'ke pse më dalë, unë në bulgoj mas me të tonë, nuk ke pse. O Eli! E di se qërë bënde dje. E, po mos duen lamë, lali. Si të më gacmonte, për zotin. Luj lojnë e këtyne, vla. Fol aty ku duhet me fol ma asë gjonë, kus duhet. Luj lojnë e këtyne. Qa bojnë këto? Shkojnë e flasin për vitë, shkojnë e flasin prime. Nuk flasin ma, bla bla bla. E kanë kuptu shumë mirë se si funksionon ka loja. Ne butallet, ne të mënu me bëha shone, ne bëjmë si gjona, ne bëjmë views për... Subscribe, views, like, komente, shqitje, digital, këshu, tringo. Të më loja, kupton të shi se si është. Andrea. E di më zara ti.
S'do me në e punë moda, edhe në Big Mom. Unë di shumë mirë, unë pres me mardh, unë nuk desha më fut strupi, si shtatëm tramajt këtë me ta. Unë e fillova mram për punë të rikut, e fer Big Mom atash, e fillova me vete, mu s'ka pëlqy po. Mu s'ka pëlqy të diçka, se lujte me 2 pllaka. Se kështu është ajo, kur është për shembull kuj konvenon lull me ty, kuj konvenon lull me Andrean. Ai thash, dje. Big Mom thash s'ka pëlqy kjo tash. Unë për shembull, në rast se unë ty të kam shumë shoqe. Sigurisht, konsideroj të tillë. Prit pas drejt. Çfarë tipi je më këtë me fol. Nëse unë për shembull, unë sigurisht them ty Andrea. Jemi dy lloj. Konsiderojnë kuptimin e fjalës, dhe ta besoj fjalën që ti thu. E njëjta gjë. Dhe thash, nëse ti mund ke kaq shumë shok, ta kam thonë diçka që është kështu. E ti aty prime morë dhe ma tjetër sove, çove ti ku deshte. Atëherë sa kjo tregon diçka tjetër. Pra që ti të shfrytzuar ti etj. Që bravo. Jo ka interes që me për çfarë. Është e dukshme, por rregull, mu mban me kuptuar me vendan. Pra pavarësisht edhe po, ti ke menduar. Do garrige. Po, vjen jo të ashtu, vajzit. Ama kur vjen puna me vepru, unë vetëm do veproj. Unë kam falë herë. E kam falë kur ti fjalë unë kisha dorë për futboll, kisha dorë, edhe nuk kam dhënë të rreziku as ty as Big Mom. As ty as Big Mom, fare pas një arsye. Dhe kam thënë, po gjet momenti se edhe ditë pika do të sfal cilar. Sfida po le për lojë, por s'pati në rast se ti e përball një zgjedhje, do thonë zgjedh filani, ka dënë çu do të Big Mom. Do zgjedh. Pa ja dim gjithsesi cilit ide diku kapacitetin e pikë të dobët. Çdo kush e vetëm e gjë që çalojnë sfida. Çalimi vetëm. Pastaj për vota nuk i diet asnjëherë, është publiku ai që e ka. Jo, s'po gjykoj votën, o vlla. Unë gjykoj për shembull, kam diçka me nëse se duhet më fort të pastaj kur ti po vjen mundësia nuk e bën dot, s'ta e pagaj. Po, le mos fal. Kurse edhe unë ta sugjeroj ti vetë, ti je shumë më i rritur se unë, shumë më i pjekur, më i përgatitur për sa i përket gjanave, por megjithatë, për shembull, au pa tendenca kur ndodhi një ajo që ndodhi. Au pa tendenca. Sepse tu fale, tu pas aprimitet, edhe atje e hodhi vërtet si shumë. Ti do më thua ty, unë do më thon tjetër gjatë, unë do më thon që pe tendenca kur ndodhi, ç'a ndodhi. Ti është tendenca me përça, se unë kam thonë që Andrea kështu, Andrea ashtu. Qof Big Basta, qof Erandi, qof tjetër që mi kanë thonë këto. A që kam zgjedhur me bo? Mos më fal. Këte e dalim, sepse unë e di shumë mirë se si është e vërteta. Ose e thonë ndryshë, unë besoj, të e vërteta. Problemi ju është se ju i merrni gjona si çdoni ju. Okay. Unë ja kom thonë sytët për mu, interesi im është ju t'jeni bashkë gjithë kohës, se jeni perfekt kur jeni bashkë gjithë kohës. Sidomos për mu herë që jom tek pull. Ti je veti tret, ti je me Linar dhe me Erandi. Unë jom veti vetëm. Se do thuash ti? Mos shif tani që hahet muhabeti. Edhe ne na hahet muhabeti. Unë jam veti i parë. Ona keni gjykuar Big Basta ka hyrë si emër tek. Na keni gjykuar në mënyrë Ju zgjodhët bashkë. Zgjodhët bashkë, vazhdoni bashkë. Po ke gazuar, ke futur dhe tjetrit më ngacmoj. Kurse unë se kam bërë ndonjëherë një këtë që ka me Erandin po edhe ose mund pishet me në mendime. Po edhe mund pishet shpesh mendime me Rikun. Piqet me Andrea. Patjetër. Të ka gazuar në A kom thonë që je grup me Rikun ti? Ka thonë, po ta punoj me Andrea. Po një Jo, Andrea në bashkë. Jo, 100%. nuk e ke gabim, po nuk e Sidomos me zgjedhjen e fundit që bëni Andrea bashkë. Po mos harroni që kjo është lojë me eliminime. Kurse unë nuk e kam bërë të tillë zemra. Me pasion këtu, me zonë shoqëni, për mendimin tim jeni dob. Jo, absolutisht apo. Kaç pra? Nëse keni lënë ça? Nëse e keni lënë Është e bukur në jetën tuaj që më fut në reality show vetëm me zonë show, e keni gabim. Mendimi im. Në fillim dhe neve në penalistë. Dash futen xhep pas mashillim, dash bëj çfarë dua. Po, Big Basta. Nuk kam hyrë me zonë show. Për çfarë kam gjykuar? Nuk kam hyrë me zonë show absolutisht. Grupi ju. Jo, Duke marrë unë parasysh Elinara një reality show. personalisht ty. Përse ti ka gjë? Do të thonë, Ku? Po nuk Ardhon është mund të jam gjykim ne me ajo, është Frederikun. shikoj dy lojtarë që luajnë në Ardhon mund të jam ne me ty. Juve, Me Erandi. Sidomos duke marrë shembull mu,
Po nuk është gjykim kjo. Kjo është si nuk e merrte dot vendimin. Jo, se ky ishte lojtari i fortë në gjodë deri në fund. Kuptoj kush ka më pak vota, kush ka më shumë vota. Për mendjes ose Erandi çko ngacmo Andre, ose Big Bastës. Po ajo është logjikshme, nuk është e dukshme. Po unë nuk e kam bërë. Unë nuk dëgjoj Albanin. Unë nuk dëgjoj Albanin. Anduel, një njeri i zgjut me dy parë mend një gjë deri në fund. Jam dakord. Ashtu. Jam dakord. Po bëj lojën e zgjedh votat vetëm. Ti nuk e di përfundimin e asaj. Fare, nuk du me ditë fare, ky ka shfuqizu. Për mua, përfundimi ishte që unë shoh qëllimet e lojës na bashkojnë. Një më pak nga ju të dy. Nuk kam vënë Nga ju të dy. E shoh një më pak, djeta thash fjalën time, thash Allah e ke merituar finalen. Big Bastës Big Basta, i ke thonë Federiku. Po jo më si se po kam unë. Federiku me Federiku me mund ta bëte të tjera. I ke thonë Federiku sepse ma ke thonë. Ska nevojë sa sepse unë po dua të ngacmoj të premten do dorë. Ai është natë në fund loj. Një dalun, një dal Andre. Ai është Federiku. Atëre, Elina, se do të ngacmoj ty, të ngacmon as të honë del Andre. Se s'ka nominim as eliminon. Nuk kam nevojë. A bie poshtë nominimin. A bie poshtë që ke thonë? Marrë javë se do dalën të dy. Se di, unë tani të shoh me që keni marrë vetëm kështu si shok edhe që ky ka bëu valigjet gati. Vetëm. Me lojën që ti bata dy, jo ti loj nuk është normale, sa herë ka bëu ky valigjet gati kur ke qenë ti nominim, unë e pres me këtë që të dalin në rast se ti del. Ti pret edhe të ketë zot, të bën lojtar të fortë. Mu personalisht 2 më pak. Nga 1 më pak, më kalu me shprehjen 2 më pak të që me ju të dy. O Big Basa, unë jam i sigurt që nuk e di se si do na gaj. Unë di me thonë që jam shumë ma gjoftuar se Andrea. Se ndoshta kam pak ma shumë eksperiencë le të themi dhe është e vërtetë. Televizive. Fakti që kam knu para etj, para kamerave edhe nuk është jam pak më gjoftuar. Do besoj e menaxhoj më mirë se Andrea. Edhe pastaj nuk i dihet. Në rast se na jepet kështu, do ta kesh atë luks. Unë luksin e? Qa thumë dhe qa? Për shemë që do bëjmë pika parë që do bëjmë. Luksin e kom, o Andrea. Pika parë në sfit do të zjerë kokë këty me Andrea. E kupton ti se si mund të humbësh? Perfekt. Ajo dhe perfekt. Ajo dhe të krye vepër. Ajo do ishte krye vepër. Po, mos dalin llogaritet gabim si dolën herë në kalume, që se e kisha mendu ndryshe. Ti kishe mendu ndryshe? Une? Ja. Ti më dhe Frederikun, sepse mendove? Sepse e kisha menu fix. No, pas. E kisha menu fix. Ty të dalin nga kështu, pastaj mundohesh. Jo, ky është si Artan Hoxha, që kur ndodh e komenton. Bravo. Kur ndodh futi e dia. Tani thua unë çfarë komenti i bone kur Si thoni këtyre njerëzve ju? Këtyre njerëzve që kur ndodh komenton, si thoni? Komentator është ç'është. E vërtin. Je më tha emrin e njëri. Jo, emrin e njëri. E dikujt. Që ndodh, kur ndodh. Që se di. Okay. Ndodh diçka, pastaj thotë, kjo unë e dia bëri kështu edhe llogarita kështu e bëra. Ky fryr si gjeli, ky që fryn atë notë kur zgjodha unë ty edhe ky më zgjodhi Erandin. O sa lojtari fortë që je o duel që bërtiti. O Big Basa them unë der. Të them der, vjen mirë pse më thua gjel. Pse më thua gjel? Ti që po ti që flet si der. Po ti që flet si der. Unë flej? Atë flet. Flasun si der? Atë vjen mirë. Flet si der. A më tha Elinara, qa të bëj tani? Më tha shpend për i them kafsh tani, qa të, a? A është krasi, a është normale? Ky fryn me shuka, shu bam. Ky më thot fryn si gjë, ku po them ti flet si der. Ha tani? Sepse kjo është shumë e shpifur. Andrea të kërkoj dhe unë ndjes që të quajt atë gjel. Edhe unë të kërkoj ndjes që të quajt atë der. Tani, ky që fryn tjerët, që e ka boj që në fillim, se ta thash, fati keq i këtij që unë ja kam dëgjuar të gjitha muhabetet aty brenda. Kam përshtypjen unë nuk besoj te kjo o Big Basa sepse duhet të jesh domethënë alien që të thush unë kam absolut frekuencët e ulta këtu. Tren domethënë skema të debiazit. Se ti eksperiencë mediatike që the që ke më shumë eksperiencë mediatike, unë kam më shumë eksperiencë në studio. Në studio, yes. Dhe në studio mësohesh me i dëgjuar edhe frekuencat. Unë? Ke kufjen? Kam gjitha. Po, nëse ke kufja te na thuaj. Në studio unë nuk jam thjesht vetëm performues Anduel. Në studio nuk i mor gjonat e gatshme, unë prodhoj. Kështu që të ma thon mua. Unë jam për jo pra po duhet ta kuptosh që kur prodho,
Kur prodho, i një gjo edhe frekuencat e ulta e gjitha ashtu. Kështu që, kam punë në studio. Kështu që qa alieni duhet t'jesh që dëgjosh frekuencat e ulta. Pra unë kam studio, do më folë me një që ka. Çfarë alieni duhet t'jesh që të dëgjosh frekuencat e ulta? Do më thonë sepse tu e para punës ti thu imagjino çfarë egzagerim jep, edhe po ti jesh atje dhe duke folë ba Muhamet, unë the dëgjoj. 100%. Hajde shkojmë. Atje dhe folë çka kam folë. Shko, pse ta them unë çka ke folë? Pse do ta them unë çka ke folë? Shive si vjen loja, dalin gjitha. Si vjen loja? Dalin që të gjitha. Po shikoj. Dalin që të gjitha. Dalin, mos ta përmend emrin e figurës që përmeni Andrea. Pra, do ishte shumë bukur që lojën mos ta nxjerrë fati, më thonë që kështu ishte shkruar me ndodh dhe të thush pastaj të marrësh ti meritat. Unë gjithmonë kam thënë ajo që ndodhi atje me djegën atyre kam shprehur do zotin vjen ai gjë, do zotin vjen ai gjë, do zotin vjen ai gjë. Mos u shpreh për merita se unë nuk kam marrë për me marr merita. Po fal, ma them, unë kam ndodhur llogarit, unë kam dëgjuar, kam bën gati, pra çfarë, ty do marr merita. Unë nuk thash që kanë dalë llogarit. Unë thash fati i mirë, i thash edhe fatkeqësia që ja kam thonë edhe me Roma gjithmonë, edhe ja kam thonë Big Mamës, fatkeqësia këtyre sidomos, se këtyre të dyve, ky me Big Mamën, se këto janë shumë përbashkët. Kanë shumë përbashkët këto me njëri tjetrin. To, fati i keq i këtyre është që unë ja kam dëgjuar të gjitha muhabetet edhe për shpëritje. Po se skuti e pra. Dhe më vonë që fillon duke huazu me njëri tjetrin ato stilet, duke heq mikrofonin, duke bë muhabetet pa mikrofon, janë gjona të vjetra për mendimin tim dhe janë gjona të ezauruara. Po mi pra, po tani unë po. Po pra, ajo që bëre ti që solle. Mikrofonat kanë bërë shumë vetat. Edhe ti po. Në bisedë mos e fto, edhe pastaj të bëheni dy. Mama e ka bërë tjetri që ka dalë, e kanë bërë disa veta. O Big Basta se thu pastaj bëheni dy. Edhe ti ajo që prure, edhe ti ajo që solle ti me familjen është gjë e ezauruar. Është gjë Big Basta, ajo që përdore ti ndarjen me familjen është gjë e ezauruar. Big Basta, ajo që solle ti këtu, duke thënë që unë dava, duan portalet atë, këtë, tërci, vërci, bëra për loj, gënjeva, mashtrova, ajo që pësut, është gjë e ezauruar. Andrea, është gjë qëllimet e mia. Por e ke ndryshuar pak. Jo, ka ndryshuar shumë për besë. Andrea, qëllimet e mia. Ke ndryshuar titullin. Andrea, qëllimet e mia, po pra nga Big Humble Super Big. Tani nga qëllimet e mia, Andrea, qëllimet e mia, edhe ku du me dalë unë, edhe si du me dalë unë i mendoj 7 hapa më përpara te. Shahu ka diçka të mirë, o Big Boss. Loja Shahu që na shëndeti. Loja Shahu ka diçka të mirë. Besoj që ti e din. Pra ti mund të jesh shumë i zgjuar që të bësh lëvizjen e Shahut, por e bukur është se ti nuk din lëvizjen e kundërshtarit. Pra gjatë që loja është para, po them, në jetë për shkak shumë e bukur ta zgjatosh. Në jetë. Sepse në jetë i para prinxhen, kam këtë, por kam edhe këtë ushtar që do mbroj me këtë tjetër. Pra kam këtë argument që do përdor, por kam edhe këtë që do përdor. Etj. Por ti nuk e di se do jetë lëvizja e kundërshtarit. Gjatë që salon pak, a kupton, loja e Shahut, unë vdes për lojën e Shahut, unë nuk e praktikoj. E lem kështu se edhe mu më intereson që ju të mendoni kështu. A di pse se praktikoj, se nuk kam gjetë lojtar të nivelit tim. A kupton, më shumë vdes ta bëni lojë Shahu me Frederikun. Shumë e vërtetë. Vdes, edhe me ty kam qef ta bëj që të shoh, domethënë që çfarë unë nuk di me lut. A kupton, më po them, po lëvizjet i di. Dhe e çfarë don ajo? Qetësi, edhe problemi është që unë di me lut Monopoly. A kupton? Edhe unë. Unë Monopoly di me lut. Edhe unë përbes. Edhe aty jam shumë i mirë. Edhe reality show është si jeta normale, dhe në jetë normale duhesh me ditë me lut Monopoly. Edhe lëvizje dhe të gjitha. Kështu që këtu nuk kemi në lojë Shahu, nuk kemi në lojë as Shahu ma të gjitha. Unë mendoj do doja të të korrigjoja. Këtu jemi në një lojë reality show. Okej. Unë do doja, jeta vëlla është jetë, por apunt jeta është luhet me ndjenja, pra është apunt ty nuk mund të jetë patjetër quhet reality. Absolutisht. Show. Ja, absolutisht. Dhe ju keni zgjedhur me qenë personazhet negativ këtu. Mund të vite shumë keq në rast se ti në jetë je kështu që përdor viktimizimet me situata. Para të thënë, unë shpresoj që të jetë lojë. Ju, në rastin jetë mund të vite shumë keq që Big Basta, artistë e tjerë gjithë këto artistë, mund të vite shumë zor nëse ti edhe në jetë përdor kështu gjanash, që për marrë qëllimet e tua mund bësh
mund të sjellësh familjen, fal që po ta përmeni, po sjell situata që s'në bukur. Mua më intereson Mund të vitë shumë keq. Mua më intereson shumë që ju të mendoni kështu. Shpresoj që mos jetë shumë. Mua më intereson shumë që ju të mendoni kështu, por unë që 19 vjeç kam boj kong që akoma ka ngel Superit dhe titulli i kongës quhet Një hap përpara. Po. Edhe unë vazhdoj të jem ashtu. Një hap përpara, po. Sidomos me unë ndoshta nuk e kam bërë kongën tjetër. Unë ndoshta se kam bërë kongën kur 19 unë s'e kam bërë 19 vjeç, unë kam bërë 22 vjeç. Po, nuk është keq. Shumë mirë. Më duket se super mirë. Është super mirë. Unë e thash, ju tani zgjidhni me botë atë lojë tjetër. Jeni pak më humble, pak më të përulur, është perfekt kjo. Sa është pjesa e dytë e këtij sezoni tani që jemi. Është pjesa e dytë. Mbaroj gjysma tani kalojmë te gjysma tjetër. Gjysma e dytë, aty cila është gjysma e dytë që unë kam zgjedhur me bë. Unë jam ndueli si gjysmës parë, si gjysmë. Perfekt. Unë nuk mundem me. Shumë mirë. Atëherë nuk kemi vërtet. Gëzohem më shumë. Gëzohem më shumë që je po i njëjti. Gëzohem më shumë që je po i njëjti. Por ka një diçka tjetër. Ka një diçka që edhe kjo duhet mendoj që unë e vlerësoj tek vetja. Që unë kam zgjedhur me ndjek, domethënë ndjenja, zemra. Atë kam ka herë po. Unë kam zgjedhur me bë këtë gjë. Në rast se dikush X Y, këtë rast ti Elinara, Randi që keni zgjedhur me balojën që e thonë një situatë. Shkoni diskutonin për vit, e mbyllni gojën. Këtu dhe prisni me dalën prime për me diskutuar, prime me marr pika. Absolutisht unë se bëj këtë gjë. No, Elina, pa të shkrim të bëma me bazën falë. Okej, pa Erandi dhe Big Boss. Në rast ju keni zgjedhur kështu, atë pse po prekesh ti ai shumë mirë që mendoj kështu, perfekt. Në rast ai e di shumë mirë që ja them në sy. Në rast se për shembull, unë do shoh lojën time. Okej? Ju pres, gjithë ju pres. Ju pres, gjatë gjithë kohës ju ka marrë dhunë. Tani ju pres. Tani je pasivi. Ti qenë aktivi, tani je pasivi. Jo, nuk jam pasiv, unë jam aktiv çdo kohë. Atëherë po çfarë po thu pra? Ju ko marr tani ju pres thot. Ç'a po bëj tani? Jam aktiv, jam pasiv, absolutisht jo. Po pra tani a the fal, kur thu ju ko marr tani ju pres. Big Basta, dikush ka ardhur me bë loj, dikush ka ardhur me tregu se si është në të vërtetë. Anduel, juve zgjodhet. Dallimi midis ndoshta me dhe te. Jo me bë loj. Unë kam marrë me tregun kujdo që mu mjef që kush është Andueli. Të kuptoj. Dhe absolutisht me këtë gjë, njerëzit do vlerësojnë edhe lojën time. Anduel. Ja, kjo është. Vërtetësinë tate, as që e vjen dyshim se nuk më intereson këtu brenda lojë. Shnet paç. Jo vetëm që ta vjen dyshim, por nuk më intereson fare, apo kupton? Sepse po folëm për gjakftotësinë, jetu fol me zvarranik për ballë teje, a kupton se jam shumë më gjakftot. Tani, si ta thash, ti ke zgjedh që të rish pak më i qetë, tani e më thash e kështu, po unë po them çka kam konstatu, a kupton? Është gjoja më e mirë. Por unë po ta them, siç kam qenë që nga dita e parë, do jem deri ditën e fundit. Dyshoj. Dhe se ke fillu me pak salmat me gjona se unë edhe dje kam fillu me gjon po ke dal nga zhgulli unë gjithmonë kam dalë unë kam hyrë dal nga zhgulli kështu javën e parë e falenderoj përzemërsisht betohem por po them që duhet të tha Big Pasa që përfshiu në lojë sepse duhet kështu edhe çan ndodhi për mendimin tim ju çaloni te analizat shumë. Jo. Sepse analizat ju i keni shumë cekta. Analiza që mendojmë, analizën që them. Mua më intereson shumë që ju çaloni. Analizat që kam kundrejt teje me atë që mendoj. Vazhdoni ashtu. Big Basta, analizat që kam kundrejt teje, atë që mendoj. Kundrejt teje, me atë që them. Këtu e kemi një të përbashkët se edhe unë atë që mendoj e them. Edhe këtu të komplimentoj. Si që keni morë për herë, vazhdo dysho. Se për mua është perfekt që ti me dyshu. Jo, unë jam natyrë dyshu se nuk po pjesën e parë me ty se nuk shiko. Anduel, pjesën e parë çka ka ndodh? Jo, për mua pjesë e parë shkojnë nga fillimi deri në fund 3 muaj. Jo, ma unë po them, çka ka ndodh një muaj e gjysmën e parë. Unë s'ndoj. Një muaj e gjysmën e parë, unë nuk e harroj. A kupto? Edhe për mendimin tim, sado që ju të zgjidhni me qenë pak më të afrueshëm me thash, nuk me gjithë. Sado që ju t'jeni pak më të afrueshëm me zgjidhja unë pres le të themi pres të kem për shembull këtë tubin e letrës në dorë. Se si zgjedhun ta mbështjelli është tjetër mohabet. Thjesht kam zgjedh që në fillim të jem i vërtet dhe
ç'a ndodh? Ti mos prit për shembull që unë të të fërkoj shpata aty dhe pastaj më nuk e bën. Absolutisht. Unë sa të tham mirëmëngjes, ç'do të thotë? Që të tham mirëmbrëma, ç'do të thotë? Që të tham si keni o lodhë, du më bëj muhabet. Ç'do të thotë? Që ndryshova. Më vjen keq, por nuk e pres atë. Nuk e pret ç'a? Që më fërku shpatullat. Asnjëri, jo ti. Po, Big Bass ata Kështu që nuk e pres fare unë jam natyrë. Edhe në debat, Big Bass ta unë. As që dyshoj që ti s'ke për ta bënë një herë. Big Bass ta unë. Big Bass ta unë gjithmonë në debat jam shumë gjak ftohtë. Pavarësisht se ndoshta e ngrej zonin sepse personat që kanë përballë do me mulu pasiguritë e tua, normalisht. Ashtu mendon ti. Unë ngrej zonin për shembull me Rondi, se Rondi për të nuk mendoj unë shumë Anduel, se ja kam thonë edhe Andreas, janë shkruajt libra për këto lloj gjonash, janë shkruajt libra për karakterin psikologjik dhe për se si veprojnë njerëzit që kanë pasiguri. Njerëzit që kanë pasiguri bërtasin, këndojnë për me ndërprer fjalën tjetrit, edhe bëjnë. Pra ne është e bukur në këtë botë, valla, se është marrë shembull realiteti. Nuk janë njësoj njerëzit. Ti për shembull ban ca studime. Merr 5 milion njerëz i merr i studion, edhe mbas aty nxjerr disa konkluzion. Por në ato 5 milion ka, le të themi, mund të jenë 1000, 2000 që s'kan lidhje fare me ato që ju keni studiuar. Pra që le të themi, ajo që ke lexuar ti, në këtë rast janë statistika, pra ti e bazuar në një lexim dhe del konkluzion se gjithë njerëzit funksionojnë ashtu. Nuk është e vërtetë. Para është e bukur bota, janë krejtësisht të ndryshëm. Edhe unë shpeshherë jam dakord dhe jam shumë i kënaqur që e ke një informacion më shumë, pra që ke lexuar etj. Por ta ripërsëris edhe herë, ti nuk e din kur lëvizin e tjetrit. Ti ke, ta them unë kështu tani ty trosh, ti ke shumë gjese, i ke shumë të mira, kur e tregon atë karakterin e brendshëm tatin, i ke disa gjese shumë të mira, por ke zgjedh me qenë personazhi negativ në këtë telenovelë. Si mas te? Tani unë me qa shoh edhe me qa përjetoj, Big Bass da. Unë me qa shof edhe me... Unë të dëgjova tani duhet më dëgjosh edhe ti mo. Me Frederik Nocin, a kupton? Dhe ti nuk as të ndryshime, as nuk tentova me bërë një situatë me as te për jush. Pse? Këtë gjam, a mund më analizosh pak pse? Sepse zgjodha unë që të mos bësh asë situatë. Zgjodha ti? Po. Me ty unë situatë? Me mu. Kisha Elinarën, kisha Randin. Zgjodhëm ne. E ram prap dakord, Anduel. Kisha Yllin, kisha Andrejan që mund ta shfrytëzoja. O Big Bass, duhet ti kuptosh sa gjona. Se më doli edhe mua aty në Prime, se qa kom thonë aty në Plevic, kom thonë që prap ignorim total për Anduelin. Zgjodhëm ne. Të më vërë. Absolutisht ne më mërkot. Zgjodhëm ne që me musjellë kështu. Me ne që ishën më minutë. Sepse... Si? Jo, për çaj keni fjalën? Po pse, këto pa të nxjedh atëre, a do dilja unë Prime, a do më zionin mu nga gjumi, pse mos t'i kthejmë me po të njëtë monet? Edhe e kam kështu. Këto, ky edhe... I sekund, ky edhe... E zgjodhëm unanimisht, maestro. Dakord, Big Bass, nëse ke thënë ne, unë kam kokën time dhe ju e dini që unë jam kështu. Atëherë të kërkojnë ndjes. Eli, a zgjodhe që të mos të merresh e fare me Anduelin? Po, jo vetëm me Anduelin. Edhe me atë tjetër dhe Jo, tani kur ishte nominim, tani. Tash nuk do t'i ashtu, sepse kam qef që Andueli të reflektoj për që gjëra që... Të shava gjëra... Eli kishtë arsyen e vetë, kurse unë kisha qef... Ja, 1 minutë të them. Si do reflektoj? Erda të thash... E di e ti si do rritë e këtë. E di dhe kishtë do rritë. Pra kështë mendimi më Frederik. Dakord. Unë e bëra, nuk e gacmova. Me dalë, si do reflektoj? Si do reflektoj? 1 minutë. Unë nuk do bëja lojën që bëja Andueli. 1 minutë pa të flasë. Kur isha unë nominim, Andueli më ka ngacmuar... Ashtë kontradikta. Dakord, pra, unë po ja them mendimin tim. Të lutem më lër ta mbaroj. Kur isha unë në nominim, mua më ka sulmuar pa fund Elinara do dali tënë. Kurse unë zjodha të mos reagoja karshi Andueli që ishte në nominim dhe thashë nuk kam për. Edhe karshi Andreas, nuk e diskutun fare atë për Andrean që ju në nëzori. nominim dhe ti, të dy, ishit dhe s'kisha pse unë t'ju vija, do dili ju këtë rada, do ja, Elinara, Frederiku do iki, Andueli do iki, unë këshu jam. Sigur, unë nuk besë gjopër... Unë për këtë e bëra. Se mund të bëja edhe unë si që ma bëri Andueli, ose ti... Po ti nuk e di lizitime. Dakor, pra unë zjodha të bëja këtë. Nuk është e bëri shka për hirë tim. E bëra unë si Elinara këtë që. Njërë nuk të përdojë vetëm të taktikë që ka përdojë kjo që keme dalë. Po unë gjithdo busqeshje jote që qeshje me të mallin në për mrena ose në për kudo që ishe, unë mendoj që e ke për kundër me të Kur? Ata ditë.
Kur ato ditë? Ky çështje. Të më bëj me ran bëj batut, diçka. Jo, absolutisht. Kishë mujtë në majtëzi. Jo, unë e di kur kam qeshur unë, kur ti ke hedhur një kujnë për mua, që ke folë për emrin të Elinarës, atër po, por jo tash i Frederikut se ishte nomini. O po thoja Elinarës, po e thaj Big Boss. Ju luni me provokime, unë luni me fakte. Ti ke përmendur Elinarën dhe unë kam qeshur se ti ke tallur mua në atë rast. Elinara kështu ke thënë emrin tim, ke përmendur emrin tim për X gjë, Elinara do ta bëj po, dhe unë kur ti ke përmendur emrin tim, unë kam qeshur ha. Po jo, Federiku do dalësh, të kam thënë ndonjëherë? Anduel do dalësh, të kam thënë ndonjëherë? Arti dramatik. Të kam thënë njëherë, nëse të kam thënë ma thuajse. Direkte, indirekte, tërthore, vertikale. Po mi pëlqen si ka, unë ta kam thënë ty. Anduel do dalësh, je nominim, ta kam bërë ndonjëherë. E ke thënë në mënyrën tonë. Jo pra tash, E ke thënë në mënyrën tonë, po si mund t'i thush, po se bëj copy paste. Unë nga goja ime, ty, Anduel do dalësh, që të tallë. Atë e kam bën, atë e kam bën. Mos më thon se e kena ditë kopim pastaj. E kena ditë që nuk dalim, po nuk jam unë ajo, nuk jam unë ti. Nuk është kopim, apo Nuk jam unë ti, mova. Ti reagon në forma të ndryshme, unë reagon në forma të ndryshme. Nuk është kopim, po Është copy paste. Nuk është copy paste, se unë s'kam reaguar si Anduel, kam reaguar si Elinara. Mënyrë tjetër, çka ke thënë? Ishte copy Jo pra, po Çka ke thënë? E bëra këtë lëvizje, ke kuptuar gjë. Jo, s'kam kuptuar, e kam unë një karakter. Pastaj falni një sekond, falni një sekond, a keni zgjedhur juve? Jo, të jam po, falni një sekond, Eli. Juve të ishin bashk. Ne kena fol 50 ditë, Elinor. Eli, një sekond. O Anduel, a keni zgjedhur juve që në fillim se e morët atë flamurin dorë se gjasme do më zgjonit mua nga gjumi dhe e zgjidhnit juve kur do më zgjidhnit mua në prime dhe kur jo? E para. E dyta, a keni zgjedhur juve që kur ka qenë kryefermer, le të themi si puna Albës, unanimisht mos më ia zbatu urdhrat asaj? Domethënë kur flisni ju për bashkëpunime mendimesh edhe për mendime të përbashkëta, edhe për një frym të përbashkët, edhe kur akuzoni juve atë frymën e përbashkët, atëherë mu më duket histerike nga ana juaj. Sepse është një histeri kolektive që po ndodh këtu. Një e para punës, juve zbatoni dy standarde. Juve doni me zbatu dy standarde gjatë gjithë kohës. Juve doni me favorizu vetëm atë që ju pëlqe, edhe doni me e denigru atë që nuk ju pëlqe. Dhe kjo, për mendimin tim, është dy standarde. Kjo për mendimin tim është dy standarde dhe tregon pjesë nga karakteri juaj. Provokimet, lojën e provokimeve e keni tujën, edhe nuk ja u merr njeri, sepse bravo i qof, vazhdoni provokoni. Dhe përderisa Anduel, jo më s'po të bëj pyetje. Okej, s'po të bëj pyetje. S'po të bëj pyetje, po do. Dhe përderisa përderisa ti ke zgjedh, që më provoku. Edhe kur ke thonë gjona shumë të rënda, mos me kërku ndjes, si shta kom bo unë, atëherë për mendimin tim, ti dash ndrysho, dash mos ndrysho, po unë nuk ndryshoj.